flasim për disa tema sot sa i takon futbollit, do ta nisim me kombëtaren për të vazhduar pastaj tek superiore, tek kategoria superiore, kampionatin shqiptar, për të vjuar me kampionatin e femrave, me superioren e femrave dhe për të vjuar më pas me disa ndeshjet të Champions League-s dhe të kampionateve të tjera evropiane. Pa humbur kohë, menjëherë shkojmë tek kombëtarja. Pse? Sepse në datë 11 që i bie ditën e shtunë, në orën 9 pa inqerek të darkës, në 20:45, Shqipëria do të përballet me Serbinë atje në Serbi, një ndeshje që me sa unë kam mësuar do të luhet pa tifoz, duke pas parasysh edhe precedentin e asaj që ndodhi 11 vite më parë pothuajse. Andi. Ndeshja do të luhet, domethënë do jenë rreth 6000 vet siç ma stadiumi, por nuk do jenë tifozët, por do jenë njerëz të ftuar dhe njerëz të zgjedhur që nuk mund të sjellin probleme, sepse normalisht Federata Serbe mban mend atë që ka ndodhur disa vite më parë, që ishte një skandal i vërtet, dhe ata kanë marrë masa sepse i ruajnë shumë gjëra. Qartë. Dhe pa diskutim që kjo mendoj që është në favorin tonë. Qartë. Të paktën ul presionin psikologjik të ultrazve. Jo sepse atëherë lojtarët e kombëtarës tonë janë gjithë lojtarë profesionistë që në nivelin më të lartë dhe pa diskutim që nuk është se indikon shumë atmosfera e stadiumit, se jam mësuar të luajmë me 30.000, 40.000, 25.000. Por kjo është ndeshje shumë specifike, sepse bëhet fjalë në Serbi kundër Serbisë, duam apo nuk duam ne, i dim situatat që janë midis dy shteteve, dhe është mbi të gjitha ndeshja e sezonit për kombëtarët tonë. Është ndeshja vitit, është ndeshja që ne duhet të kërkojmë 3 pikë. E kemi diskutuar edhe kur folëm atëherë. Mendoj që është për të dyja skuadrat që të ndeshje decisive. Edhe kur folëm atëherë si për ne edhe për ndeshjen me Letonin, këtë thamë që kjo që na pret tani është pikërisht ndeshja më e rëndësishme e grupit. Kjo është ndeshja. Është pika e kthesës ose e vazhdimit, po themi. Revion, për tu futur pak edhe tek lista, tek cilat mund të jenë në fakt mbasi ndoshta është herët, po nuk e di ju që jeni nga fusha e sportit mund të keni edhe informacione. Çfarë mund të bëjë Silvinjo, po them, me kombëtaren? Kemi edhe këtu mbas shpinës tonë, që mund ta shohim edhe në ekran aty, kemi listën e lojtarëve. Atëherë Silvinjo bashkë me stafin e ka analizuar akoma më mirë situatën e gjithë lojtarëve që ka thirrë. Por kemi hyrje të reja, kemi edhe mungesa. Gjithsesi mbetet për të parë, nuk besoj se mund të ndryshoj shumë ke pjesa e modulit lojës nga që kemi pa dhe që jemi mësuar. Që do të thotë një 4-2-3-1, 4-2-3-1, po, ka ose 4-3-3, pasul mos po. Këto ka përdorur më shpesh dhe besoj që prap po aty do rrotullohet ke rreshtimi skuadrës. Nga lojtarët që ne i kemi këtu, i kemi dhe mbas shpinës tonë aty në ekran, për shembull, cilët mendon ti se janë më të përzgjedhurit, po themi me probabilitet. Duke nisur që nga gjitha repartet. Silvinjo na ka mësuar që çdo lojtar të ri që afron në ekip rrallë herë fillon si titullar. I beson si thosh gardës vjetër. Dhe mendoj që prapë njëjtë do jetë, po vetëm mund të ndryshojë mënyra e interpretimit të lojës. E kuptoj. Do të thotë Strakosha do të vijë, besoj do të jetë në port, për sa i takon mbrojtjes do të kemi Hysain, Mitajn, Gjimshitin patjetër që është kapiten i skuadrës, edhe Ajeti, po. Për të ardhur në mesfush? Mesfush mendoj që Yljan Shehu është konfirmuar tashmë si pjesë kyçe e lojës skuadrës. Nedim Bajrami po ashtu, Qazim Laçi po ashtu dhe Aslani. Qartë. Por Nedim Bajrami ai kalon shpesh dhe si pjesë e sulmit, si lojtar ofensiv. Nuk e di ç'do bëhet me Hasanin, do filloj nga fillimi apo jo, por nuk e besoj, mund të jetë prap një broja në krah. Sipas pavarësisht se broja nuk është se ka dhënë dhe atë që pritet në Angli. Për të ardhur te sulmi? Te sulmi Rejmane vazhdon të jetë zgjedhja e Silvinjos. Po. Më vjen keq që Mirlin Daku nuk po nis nga fillimi. Do doja ta shifja nga fillimi. Qartë. Mendoj që kjo mund të jetë pak a shumë. Kemi një hyrje të re Klis Mancaki. Po. Te pjesa e mbrojtjes. Lojtarin e Shkëndijës të Tokës. Por nuk besoj se mund të... Nuk besoj se mund t'i japi
prioritet në një ndeshje si kjo me Serbinë. Në këtë ndeshje unë mendoj që do luajnë lojtarët që janë boshti i ekipit tonë dhe mbi të gjitha që janë formë të mirë. Unë po guxoj, po e them një formacion siç e kuptojmë dhe duke e njohur para shumë dhe Silvinjon, por duke shpresuar atë që kam thënë në 2 ose 3 emisione përpara këtu ke ty, që shpresoj që kombëtarja ime të luajë ball hap me Serbinë aty, të mos mbyllet. Dhe mendimi im është që Tomas Trakosha do jetë në port, Gjimshiti dhe Ismaili, mendoj, që dhe në mbrojtjes. Mario Mita i pa diskutueshëm krahun e majt, Elseid Hysaj në krahun e djathtë, Julian Shehu është lojtari më në formë mes fushës tonë dhe rregullatori. Kemi Qazim Laçin dhe Kristian Aslanin. Ndërsa për sulmin mendimi im është që në qendër do luajë Mirlin Daku, në krahun e djathtë Armando Broja, sepse ka marrë minuta edhe dje ka luajtur në kampionatin anglez me Burnley. Dhe në krahun e majt Myrto Uzuni. Myrto Uzuni, jo Reimanaj. Ja, për mua jo. Reimanaj nuk është formën e dur dhe mund ta nisi nga fillimi. Ti si tifoz i Barcelonës doli me 4-3-3, apo jo? Po, por aty pastaj mund të luhet edhe 4-2-3-1, kur na sulmojmë skuadra bëhet në blok 4-5-1, këto janë pjesë tekniko-taktike që ne trajnerët i dimë, i sqarojmë, i shpjegojmë. Ideja është që këto janë lojtarët më të fortë që kemi dhe vërtet ne duhet guxojmë, se fundja edhe po humbëm, e kemi thënë, nuk është fundi botës. E rëndësishme është që ne të luajmë futboll. Të dalim në lojën tonë, të realizojmë lojën tonë. Se kemi vërtetuar dhe në eliminatorët e kaluara, bëm një Europian gjatë mirë, dhe normal Serbia nuk është Spanja, nuk është Italia, nuk është Kroacia. Serbia ka element mirë, por nuk mendoj që është në ato nivele që ne t'i friksohemi. Ne duhet të shkojmë atje të luajmë ball hap. Inshallah kemi dhe fatin se që të marrim një fitore. Doja të shtoja që Serbia ka dhe probleme të brendshme në kombëtare me trajnerin. Kush është trajneri i Serbisë? Stojković. Dragan Stojković, një lojtar legjendar i kombëtarëve serbe. Mos ka luajtur te Milani ky? Jo. Nuk e di pse të gjitha kanë luajtur te Milani. Ke Milani kanë luajtur të tjerë. Kanë luajtur te Sinisha që vdiq më duket. Savicevic po. Sinisha ka qenë ke Lazio. Ja, Sinisa Mihajlović, po. Dhe du të them që edhe ato nuk është janë në një moment mirë ke pjesa e organizimit, ke pjesa me trajnerin, me gjendjen që kanë, me situatën që kanë, po. Padyshim që Serbia gjithmonë ka nxjerr lojtar. Patjetër. Lojtar cilësor. Patjetër. Që kanë lënë shenjë kampionatet europiane, por edhe ne me potencialin e lojtarëve që kemi nuk është jemi keq, por mbi të gjitha ne kemi grupin që mund të na çojë përpara. Nëse ne vazhdojmë si grup të luajmë kompakt, ne mund të marrim rezultate në çdo ndeshje. Ne nuk kemi për ta mbyllur. Nuk kemi një yll, nuk kemi një Messi, një Cristiano Ronaldo. Pas kusht, as Serbia nuk e ka. Karakterizuar gjithmonë është shpirti i garës, edhe është krenaria për atë fanell, që është vërtet ata çuna duhet të jenë krenarë që veshin atë fanell. Është ëndra më e madhe për çdo lojtar, çdo sportist, për çdo shqiptar. Kështu që urojmë fitore për çdo trajner. Absolutisht. Shumë vërtet. I urojmë vërtet fitore kombëtarës, do t'ja urojmë edhe kur ta mbyllim emisionin pa diskutim, është krye fjalën në fakt e gjitha përpjekjeve e javës. Dhe shkojmë tek kategoria superiore, te pjesa e dytë, ku kemi pas disa ndeshje interesante. Shpejt unë po i përmend, Teuta Bylis 1-0. Teuta bën detyrën. Vora Egnatia 0-1, edhe Egnatia bën detyrën në transfer, Vllaznia Elbasani 1-0, një ndeshje e fortë midis dy pretendentëve kam përshtypjen kjo. Dinamo Flamurtari 2-0, Flamurtari vazhdojnë që të mos paraqitet mirë dhe po themi kryendeshja derbi kryeqytetit Partizani Tirana 0-3, një rikthim i Tiranës do të thoja, siç është komentuar gjithësisht. Çfarë mund të themi për atëherë? Kjo javë para shumë na tregoi se kush do të jenë ekipet që do pretendojnë për të fituar këtë Super League dhe kush do të jenë ekipet që do luftojnë për mbijetesë. Sepse edhe vetë renditja dhe vetë rezultatet e tregojnë. Dhe konkretisht, Vllaznia, Egnatia, Elbasani, Teuta dhe Dinamo mendoj që do jenë skuadrat që do luftojnë për të fituar superiore, ose më saktë për të hyrë te kaçja parë, sepse ne dimë që kemi një formulë që luhet një sezon, pastaj 4 vendet e para bën një Final Four dhe atje përcaktohet dhe fituesi i superiores. Kujtojmë që në vend të parë dhe është Vllaznia po me pikë të barabarta me Egnatian. Pastaj Elbasani në vend të tretë me 11 pikë, Teuta në vend të katërt me 10 pikë. Edhe Dinamo me 10 pikë. Edhe Dinamo me 10 pikë, Teuta me 10 pikë. 5 skuadrat e para jemi ndarë në 2 bloqe. 5 skuadrat e para Vllaznia, Egnatia, Elbasani, Teuta
Dinamo pretendente, pa diskutim që kampionati është i gjatë. Sigurisht. Flasim aktualisht dhe për gjendjen që pam këtë javë. Vllaznia kemi thënë, është skuadra aktualisht më e mira, ka boshtin më të mirë, bën futbollin më të bukur dhe po ecin rrugën e dur. Egnatia është futur në shinat, kampion e fuqi, është futur në shinat e vet, në rrugën e vet dhe tani është e vështirë ta mundësh. Do jetë e vështirë ta mundësh. Elbasani është aty, pavarësisht kësaj humbje me Vllaznin, por ka bërë një ndeshje dinjitoze në Shkodër, sepse e tham që Vllaznia është goxha lart, Elbasani është aty. Teuta është në ngjitje, në çdo ndeshje vazhdon të ngjitet, vazhdon trajneri Dobi bashkë me gjithë grupin, me stafin dhe me lojtarët në atë progresionin e vet, hap pas hapi, ti marrin ndeshjet 1-1, fituan 1-0, duket një rezultat i ngushtë dhe është i ngushtë dhe duket që ka qenë një ndeshje e luftuar, pa diskutim, por Teuta ka dhe kualitete brenda që e zgjidhin ndeshjen. Interesante. Profesor, tashi, më thuaj cilat nga ndeshjet, nëse këtu 5 ndeshje janë gjithë, do doje që të komentoje, që të kanë bërë më shumë përshtypje edhe nga ana teknike edhe nga ana e zhvillimit të tyre, po them. Atëherë, ishte në stadium që pash dje ndeshjen e fundit, Teutën me Bylis, siç tha dhe kolegu që ishte ndeshje goxha e luftuar, por edhe terreni u bë pak i vështirë sepse për shkak të motit, të shiut dhe erës, kishte edhe goxha erë dhe loja u bë dhe më e vështirë për të dalë ekipet respektive ke manovrat e tyre. U bë një gol fal një devijimi të goditjes së Votlajt nga Abazaj dhe mbajtën rezultatin, që do të thotë Teuta vazhdon me shifrën 0 ke kolona e humbjeve. Është një ekip që s'ka bërë akoma humbjen e parë dhe po ecën në rrugën e dur. Po ndjek kryesuesit me 3 pikë diferencë dhe siç tha dhe Andi që është ndar pesja e parë që mendohet të pretendojnë për Final Four. Dhe unë gjithmonë dëshiroj që ke pjesa e Final Fourit ke gjithmonë më shumë se 4 skuadra sepse lufta bëhet më e fortë, më interesante, më e bukur. Qartë. Tani ndeshjet nuk besoj që Dinamo Flamurtari kishte historisë ndeshje, pra edhe në kuptimin e pritshmërive Flamurtari është vendi i fundit aktualisht. Dinamo shfrytëzoi goxha mirë. Shfrytëzoi situatën. Situatën e Flamurtarit. As Vora Ignatia nuk besoj se kishte ndonjë historisë ndeshje. Ndeshja e luftuar ishte. Vetë rezultati e tregon. Vetë rezultati në fakt. Kur thot Dani që e tregon, të treja ndeshjet që kanë dalë nga 1-0, 0-1 kanë qenë të luftuara, sidomos dhe ajo pjesa e pretendentëve Vllaznia dhe Elbasani, që i rëmbeu Kreun, ishin goxha të luftuara. Në fakt, sa i takon Vllaznia e Elbasanit për të ardhur tek 2 ndeshjet e forta? Atëherë Vllaznia e Elbasani ishte vërtet një ndeshje e luftuar, ishte një ndeshje që mbi të gjitha kishte tifozërinë shkodrane në stadium, që jep një atmosferë të jashtëzakonshme dhe është kënaqësi kur tifozët vinë në stadium. Dhe unë kam thënë edhe në emisionet e kaluara që ky vit trajnerët shqiptar po synojnë më shumë sulmin se sa mbrojtje. Dhe kjo është një gjë shumë pozitive. Kemi gola, shënohen gola, ka lojë sulmuese, ka lojë ofensive. Ka argëtim se fundja futbolli është argëtim dhe pa diskutim duke pasur dhe rivalitet, atëherë edhe tifozët afrohen. Dua të theksoj, e kam theksuar edhe herë tjetër, kampionati shqiptar nuk është se ka diferenca shumë të mëdha. Nuk është se kemi 1-2 skuadra top dhe skuadrat e tjera janë poshtë. Dhe po ti shohësh dhe rezultatet dhe ndeshjet janë shumë ngushta. Dhe ka shumë rivalitet, por diferencën e bëjnë emrat, diferencën e bëjnë skuadrat që kanë më stof, kanë më fanel. Duhet përmend Partizani Tirana. Derbi më i madh i futbollit shqiptar. Kënaqësi që Tirana rikthehet, kënaqësi që Tirana fiton 3-0. Nuk dua të them që dominoi absolutisht. Nuk është se dominoi, por shfrytëzoi rastet që ju dhan para portës dhe tregoi vërtet karakter. Keqardhja e madhe për gjendjen aktuale të Partizanit, sepse është vërtet një emër shumë i madh dhe ne kemi nevojë për Tiranën, për Partizanin, për Dinamon, për Vllaznin, për Teutën. Janë vërtet emra kolos futbollit shqiptar dhe duke qenë këto në superiore, duke prodhuar futboll, duke nxjerrë lojtar, atëherë kemi mundësi që edhe ekipi jon kombëtar të marrë lojtar nga superiore, se qëllimi i gjitha kjo është, dhe të promovojmë futbollin tonë të gjithë. Është vërtet. Shkurtimisht për konkurenca e rrit cilësinë e shkurtimisht për Dinamo, për Tiranë, për Partizani Tirana, që të kalojmë tek formacioni i javës pastaj. Atëherë ishin ndeshje derbi, ndeshje luftuar, pavarësisht rezultatit. Ishte një ndeshje
goxha e luftuar, por me sa pash Tirana e kishte përgatitur më mirë, ishte më e organizuar dhe më kërkuese për fitoren. Jo se Partizani nuk ishte, por kjo u tregu më qartë në fushën e lojës dhe rezultati bëri vetëm, pastaj dhe problemet ke klubi Partizanit erdhën rishas, si përpara ndeshjes dhe pas ndeshjes. Qartë. Dhe si përfundim derbi mbeti bardhë dhe blu. Japim dhe një lajm dhe për emisionin, sepse ka dhënë dorëheqjen drejtori sportiv i skuadrës Partizanit, Arber Abilali, i cili ka qenë disa vite aty në postin e drejtorit, pa diskutim ai ka kontributin e vet në atë klub, por me sa duket ka ardhur momenti duke parë dhe gjendjen e Partizanit dhe situatën që është krijuar në klub, ka menduar që t'japi dorëheqjen, që t'i hapi rrugë dikujt tjetër, që ka ide të reja, vizion të ri, dhe urojmë shumë që Partizani të rikthehet. Mirë, tani do të flasim shkurtimisht edhe për formacionin e javës. Revion, do të na shfaqet edhe në ekran. Si paraqitet, po themi, në përgjithësinë vet? Atëherë, siç është e përfshirë në formacionin e javës dhe në studiet të tjera me kolegët e tjerë jemi në një mendje bashkë me Andin me formacionin e javës, sepse e kanë merituar pothuajse të gjithë ato që janë aty. Kemi vetëm një ndryshim të vogël në modul, menduam ne, dhe në lojtar. Okej. Atëherë kemi filluar me Jana Çek, vazhdon me paraqitjet e mira, pavarësisht se humbi me skuadrën e tij 1-0 kundër Vllaznis. Ai vazhdon me paraqitjet e mira dhe meriton të jetë aty në kategorinë e Portës. Është konstant në paraqitjet e tij. Kem siguri maksimale trajnerit Gëzdavicit dhe skuadrës Elbasanit. Dhe pavarësisht siç thash të situatës, nuk është se pson shumë gola, është një pikë kyçe e fortë për Portën. Edhe vjet se po zgjatën pak, edhe vjet patin një portier goxha të mirë, por për arsye të ndryshme nuk vazhdoi kontratën me Elbasanin, sepse edhe portierët që kishin vjet ishin goxha i mirë. Atëherë në qendër të mbrojtjes Xhemali i Egnatias vazhdon me paraqitjet e mira, është një, siç e kam thënë dhe herën e kaluar që ishte informacioni i javës, që është një vlerë e shtuar e kampionatit shqiptar. Është një mbrojtës me tipare evropiane, mbrojtës modern dhe goxha i sigurt në lojën e tij. Zogos vazhdon një tjetër paraqitje të mirë i Teutës. Toli në krah të djathtë nuk është pozicioni i tij natyral, është spostuar aty në vend të Dokës dhe ka bërë shumë mirë në dy ndeshje që ka luajtur aty. Edhe dje ka bërë një performancë shumë të mirë, prandaj mendum që është ideali i duri për pozicionin. Në kraht majt Andrej Jago i Vllaznis, shënuesi golit dhe një lojtar shumë konstant në krahun e majt për gjithë Superligën. Okej. Për të ardhur në mesfush. Në mesfush, surpriza e kësaj jave, Vogli i Tiranës, një djalë i ri që po bën mirë dhe e meritoi të jetë aty me paraqitjen e tij. Profesor Evioni, më lejo të shtoj diçka, sepse edhe Vogli është si Murata që përmendëm javën e kaluar, ka bërë një ndeshje në thuajse perfekte e gon, jo për vetëm mënyrën se si ka luajtur futboll, por për shpirtin e garës që ka treguar. Dhe domethënë nga minuta parë deri minutën e fundit ka qenë konstant, ka luftuar dhe ka treguar që vërtet e ndjen atë fanelën e Tiranës, 26 herë kampion të Shqipërisë. Dhe është një djalë i ri, dhe i herë duhet t'i moshojmë faktin që duhet besojmë te të rit tanë. Patjetër, sigurisht. Për vazhduar me Votlajn. Me Votlajn e Teutës, vjen nga Egnatia, ka qenë gjithmonë pjesë e stolit ke Egnatia, sepse është vështirë të zësh vendin Albano Aleksit ke Egnatia, sepse është një lider dhe ka eksperiencën e dur dhe është një pikë kyçe ke loja e Ignatias, patjetër që është vështirë. Fernando rikonfirmohet? Por Votlaj po bën paraqitje shumë të mira që kur ka ardhur ke Teuta. Unë kam ndjekur dhe nga afër dhe dje bëri një ndeshje shumë të mirë, pati një dëmtim dhe u detyruar të dilte nga loja, por goli erdhi si pasojë e goditjes së Votlajt dhe devijimit të Abazit. Fernando vazhdon, siç
thash për Xhemailin që është një vlerë e shtuar e kampionatit, është një nivel tjetër dhe rikonfirmohet për paraqitjet e tjera Po e tregon javë pas jave, po rritet si nga aspekti fizik, pa diskutim që aspekti teknike ka shumë të lartë, dhe kemi thënë edhe në javët e kaluara që është një lojtar që bën diferencën në superiorin tonë. Dhe lojtari kyç për trajnerin Tetova. Bukur. Atëherë në sulm treshë e sulmit Mala pavarësisht sepse ke ekipi i Vllaznis ka luajtur më poshtë, po për efekt të modulit ne kaluam në Krasmajt sepse Mala i ka bërë të dyja krahët e sulmit. E ka karakteristikë të vetën që luan me të dyja këmbët shumë mirë. Është lojtar që luan dhe poshtë nga brenda, luan dhe poshtë në treshën e mesfushës, luan dhe si 10 dhe është një lojtar polivalent ke pjesa e mesfushës sulm. Vazhdon me paraqitjet e tij të mira dhe është pjesë e formacionit të javës. Nani nga krahu tjetër, autori golit, një gol i shumë të bukur të Dinamos, paraqitje shumë e mirë këtë javë dhe është aty në 11-ën e javës. Tabeku i Tiranës, një tjetër paraqitje e mirë. Ka ndikuar edhe fitoria vendosin patjetër. Dhe golat decisiv që kanë bërë lojtarët si Votlaj, Mivel që ndihmoi ekipin, Jago, Nani, Tabeku, por Tabeku ka qenë edhe përpara, ne kemi vënë apo profesor Vioni edhe 2-3 javë përpara kur luti Tirana me Flamurtare që vërtet ndeshja përfundoi barazim, në mos gabohem, por tregoi që ishte vërtet lojtar me vlerë dhe një sulmues potent dhe i fortë dhe e meriton. Është një lojtar që do t'i bëj punë Tiranës në vazhdimsi. Në vazhdimsi, po. Sepse hap hapësira, është lojtar që mban trajneri i javës profesor Edi Martini. Rimori Kreun e renditjes. Është dhe po bën mirë ka vazhdimsi mbi të gjitha Shkodran dhe e kemi thënë edhe tjetër e një ambientin në mënyrë perfekte. Ishte ilaçi i dur për Vllaznin. Kjo është e rëndësishme. Mirë, të flasim pak shkurtimisht edhe për superioren e femrave tani. Teuta ka vijuar të dalë mirë, besoj është në vend parë. Po, në vend parë. Përkaq rezultatet e tjera? Atëherë, për folur shkurtimisht, po. Teuta fitoi me Ignatian 5-0 në ndeshjen e dytë dhe Atletik Klub Shkodra fitoi me Kinostudion, ku golet shënuar nga një sulmuese që unë kërkova ta kisha ke pjesa ke ekipit tim ke Teuta, Leoselda Sale, pjesë e kombëtares, një lojtar shumë e shpejtë dhe e mirë. Një ditë më mrapa, dje, luajti Gramshi me Lushin, një fitore Trondice 18-0, nivel, por pavarësisht situatave, nivel ekipet nuk kanë nivelin e njëjtë ke kampionati femrave, ndryshe nga kampionati meshkujve. Vllaznia nuk luajti sepse luan mesjavë me Interin e Milanos për Europa Cup në Europë, në Milano, dhe jo gjithë ndeshjet janë zhvilluar. Në mesjavë ka qenë një ndeshje përpambetur Egnatia Apolonia, fitoi Apolonia 0-2. Vazhdon ne të Teutës, po flas me ne tani. Po jetë trajner, patjetër që me ne do flasësh, sigurisht. Me 6 pikë, ndjekur nga Vllaznia, nga Apolonia dhe nga Gramshi me 3, por që kanë nga një ndeshje më pak. Sa deri kur zgjat po them si muaj superioria e femrave. Duke qenë se ka dhe më pak skuadra pyes. Apo nuk ka. Superioria e femrave është me 2 faza, ndryshe nga e meshkujt që është me 4 dhe kanë Final Four. Ke femrat është me 2 faza dhe Final Four. Okej. Dhe bëhet Final Four dhe pastaj shpallet, ndërkohë që është dhe kupa në mes e kampionatit femrave, është dhe kupa e Shqipërisë, kupa e Republikës. Mendoj që jemi në rrugën e dur, kemi ndeshjet decisive në Fier javën që vjen, sepse kampionati femrave vazhdon, nuk ndërpritet këtë javë, ndërpritet më mrapa, sepse është kombëtare e femrave më mrapa, kurse ke meshkujt ndërpritet prej kombëtares. Qartë. Shkurtimisht çfarë do thotë të femrat që të kalojmë shkurtimisht unë nuk është se e kam ndjekur shumë kampionatin e femrave, por sa kam informacion dhe nga miku im, nga kolegu, Teuta pa diskutim që është skuadër që është në rrugën e dur,
e kemi thënë dhe javën e kaluar, me stafin, me grupin, me presidencën, me të gjithë, që po bëhet një punë shumë e mirë dhe unë uroj vërtet suksese dhe shpresoj shumë që të vazhdojnë kështu, dhe në fund pse jo të shpallën kampion. Por pa diskutim është Vllaznia, që është skuadra për të mundur, që është 13 herë, 14 herë kampionja e superiores femrave, është skuadra Gramshit që ka 2 apo 3 sezone në informacionet e mia që është goxha mirë. Pastaj ekipet e tjera, Apolonia deri diku, pastaj ekipet e tjera kanë disë nivel të madh. Kështu që midis tyre 3-4 skuadrave do luhet edhe Final Four-i dhe pastaj aty do shpallet dhe ekipi që do na përfaqësojë në Europë, 2 ekipet, sepse është vendi i parë dhe vendi i dytë. Suksese te Udës dhe gjithë skuadrave të tjera. Suksese. Faleminderit. Mirë, të kalojmë tani tek ndeshjet nga Evropa që janë Champions Liga dhe kampionatet evropiane. Do ta nisim shpejt me Champions League-ën për tu rikujtuar edhe një herë po i hidhja një sy gjitha ndeshjeve që ka pas në datë 30 shtator dhe 1 tetor për të diskutuar ato më të rëndësishmet ku me sa duket patjetër kryendeshja ishte ajo midis Barcelonës edhe Parisit në datën 1 tetor që përfundoi me fitore në transfer të Parisit të Luis Enriques. Nga ana tjetër edhe Monaco me Manchester City, një transfer dukshëm e vështirë për City në Guardiolës me një barazim 2-2. Një tjetër ndeshje fort, një tjetër transfer të fort për Juventusin. Villarreal Juventus, sërish edhe ajo 2-2, Leverkusen PSV 1-1, Napoli me Sportingun e Lisbonës, një fitore në Maradona Stadium. Maradona Stadium, 2-1 për Napolin. Një ndeshje tjetër, po themi, interesante ndoshta për të diskutuar, është ajo midis Chelsea-t edhe Benficës. 1-0 për londinezët në Stamford Bridge. Gjithashtu mund të flasim edhe për Marseille. Po, për Galatasaray, Liverpool, një transfer në ferrën e Stambollit. Në ferrën e Stambollit, po. 0-1 mbret Liverpooli. Po, mbret Liverpooli patjetër është një atmosferë e jashtëzakonshme. Kam dëgjuar dhe intervistat e disa lojtarëve të Liverpoolit pas ndeshjes. Ata luajnë në nivel shumë të lartë, luajnë në stadiumin e vet dhe shumë stadiume të Europës që janë nivelit shumë të lartë, por zhurma që bëhet në stadiumin e Stambollit ishte e pa imagjinueshme. Domethënë edhe vetë lojtarët e Liverpoolit kanë ngelur disi të çuditur nga atmosfera që nga minuta e parë deri minutën e fundit tifozët turk nuk kanë pushuar. Pastaj skuadra Galatasaray u përgjigj tifozëve në fush, fitoi 1-0 dhe vërtet unë e pasha ndeshjen dhe e meritoi skuadra Galatasaray. Për të ardhur tek, po themi kështu, finalja Barcelona-Paris Saint-Germain, një finale e gjitha spanjolle, njëra nga vetë origjinë e skuadrës, tjetra nga trajneri, një finale edhe e topit të artë. Atëherë, e vërtet. Atëherë, topi i artë mungote këtë ndeshje. Osman Dembélé, po. Ishte mungesë shumë e rëndësishme skuadrës Parisit, plus dhe disa lojtarë tjerë. Duke parë vitin e kaluar, Paris Saint-Germain është skuadra aktuale fituese e Champions League-s. Dhe duke parë performancën dhe sezonin që bëri Barcelona vjet, vërtet ishim kurioz të gjithë tham vjet që finalja e dur do ishte Barcelona-Paris dhe jo Paris-Inter. Dhe prisnim me padurim. Kishte mungesa, Parisi kishte mungesa më shumë, Barcelona kishte mungesat e veta. Me thënë të drejtën, pjesa e parë e Barcelonës ishte goxha pozitive. Luajti futbollin e vet, dominoi, pati raste në pjesën e parë. Por nuk i shfrytëzoi dot. Arriti të shënoi vetëm një gol. Dhe pastaj Parisi me kalimin e minutave e ngriti lojën e vet. Ka një lojtar të jashtëzakonshëm që unë nuk arrit ta kuptoj pse në Europë nuk vlerësohet aq shumë, Nuno Mendes, një lojtar vërtet polivalent, një lojtar i fortë, i shpejtë, edhe goli i barazimit nga ana e Parisit është merit absolut e tij dhe gabim shumë i madh i qendrës mbrojtjes së Barcelonës, Pau Kubarsi, i cili doli huq. Dhe pastaj në pjesën e dytë nuk e kuptova me thënë të drejtën pse Barcelona ra, si fizikisht, por edhe në posesimin e topit që ata kanë armën numër 1 tyre, Parisi e vuri përpara edhe arriti ta fitojë ndeshjen me merit plot. Mendimi im është që këtë ndeshje e meritoi Parisi. Qartë, çfarë do të komentoje, Erbion? Atëherë Te kjo ose të ndeshjet e tjera po flas. Për Barcelonën nuk doja të flisë sepse e li gjithmonë Mondit. Doja që t'i dhimte i çik Barcelona këtë javë. I dhimbi. Sepse erdhi nga humbje në humbje, ndërkohë në kampionat. Atëherë Villarreal Juventus ishte një ndeshje e bukur për të parë. Me 4 gola. Me 4 gola. Një 3 pikë ikur nga duart në minutën 90. Që Juventus t'i dhimti shumë. Dhe këto barazimet për i kthehen në një max ndeshje pas ndeshje, por performanca nuk ishte dhe aq e keqe, ishte goxha e mirë,
por mungesa e përqendrimit në momentin e fundit i kushtoi goxha. Napoli me Sportivun. Napoli bëri detyrën, një ndeshje normalisht të luftuar, në Champions League nuk ka ndeshje të dobta, sigurisht. Ndeshje të thjeshta, është gjithmonë në top nivel. Sepse një ndeshje është. Po, patjetër, dhe është të gjitha skuadrat japin maksimum. Pikërisht. Dhe mendoj që Napoli është në rrugë të dur për të ecur larg në Champions League. Ndërkohë dhe në kampionat pastaj që do i kthehemi prap, vazhdon të jetë me fjalë një Conte ka bërë një skuadër shumë kompakte. Shumë kompakte, shumë të mirë. Galatasaray Liverpool e diskutuam para shumë. Atëherë ke Galatasaray do të ndalë vetëm për punën e stadiumit që tha Andi, edhe Liverpooli është mësuar me nivele të tilla, me atë zhurmën. Po, është mësuar dhe në atë stadium biles, jo vetëm me atë zhurmën. Po, dhe për më tepër në Anfield është gjithmonë që konsiderohet thirrja Anfield. Po. Dhe për zhurmë. Por atë ditë me Galatasaray'n ishte një komplet një tjetër gjë. E vërtet. Për të ardhur në Londër në Stamford Bridge të Chelsea me Benficën. Chelsea-Benfica një ndeshje shumë e vështirë. Duket edhe nga rezultati. Nga rezultati dhe një karton i kuq, por mori 3 pikshin. Chelsea gradualisht po vjen me oscilacione, po përvjen në rrugë të dur dhe nga ana e lojës dhe nga rezultatet. Do diskutojmë më mbrapa, ka fituar në kampionatin vetë me Liverpoolin në kryendeshjen e javës. Ndërkohë që dy skuadrat e tjera më dha Bayerni dhe Real Madridit thjesht kanë për detyrë me nga 5 gola. Dua të cek vetëm Atletico Madridit për të fundit. Po, Atletico Madridit me Eintracht Frankfurt. Okej, rezultati është 5-1 dhe tregon një dominim absolut të skuadrës Simeones, po dua ta përmend sepse fillimi i sezonit për Atletico Madridit nuk kishte ai duari. Dhe ne kemi thënë këtu që duhet të presim pak, sepse janë skuadra të mëdha dhe nuk duhet të japim opinionin tonë dhe gjykimin tonë pa e parë në vazhdimsi. Dhe kjo e tregoi mundi Real Madridit në derbi, fitoi në Champions League, ka fituar edhe këtë fundjavë në kampionatin vet. Kjo tregon që skuadra po në shina. Mund të hidhemi te kampionatet tash dhe të kapim më thuaj. Është pak renditjen e Champions League-s. Bayerni është në vend të parë, Reali në vend të dytë, PSG në vend të tretë, Interi në vend të katërt, Arsenali në vend të pestë dhe Karabaki Azerbajxhanit. Në vend të 6 tani të gjitha këto që thash unë janë me 6 pikë. Patjetër. Sa numërova nga i pari tek i 6 janë me 6 pikë. Egon, duhet të sqarojmë diçka. Ka ndryshuar formula. Ka ndryshuar formula për qartë. Dhe kalojnë në turin tjetër 24 skuadra. Po, deri tek Juventus. Dhe këtu dua të dal tani pak te ajo pjesa që profesor Evioni tha që më bë pak qefi, tha që ajo Barcelona humbi. Sepse është vetëm ndeshja e dytë dhe humbja e parë dhe janë në mos gaboj dhe 13 ndeshje tjera. Dhe nuk diskutohet që emrat e mëdhenj do kalojnë. Patjetër. Do kthehen pa diskutim që do rikthehen dhe Barcelona, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Bayern Munich, Liverpool, Manchester City janë skuadrat që do realizojnë këtë sezon për Champions League. Qartë. Por vetëm diçka, nëse nuk rref Parisi ndeshje direkte, kjo tregon që ka disa probleme. Ka disa probleme. Do zgjidhen rrugës. Okej, mirë. Do galim në kampionatet tash tek Premier Liga i pari, kemi pas ndeshje interesante, le të shohim disa prej tyre. Chelsea dhe Liverpooli prap mor karton të kuq Chelsea dhe prapë fiton ndeshjen, po prap 1-0. Ndjes 2-1. 2-1 ndjes me një gol diferencë në Londër. Atëherë e pas ndeshjen me shumë vëmendje, ishte një ndeshje me shumë ritëm, siç kemi edhe pamjet, shumë ritëm, shumë rivalitet në fush dhe Chelsea fitoi në sekondat e fundit. Dhe ajo që më pëlqeu më shumë ke ndeshja ishte vrapimi i Mareskës pas golit fitores që u tërbu fare në ato momente. Është adrenalin vetë. Fitoria në minutat e fundit, fitoret e vuajtura të shijojnë më shumë. Absolutisht. Shumë vërtet. Dhe pa përmendur pastaj pjesën e lojtarëve që sigurisht. Janë niveli më i lartë, është kampionati më i fortë në botë dhe pa diskutim që ndeshje të tilla ta bëjnë që të dashurosh edhe më shumë këtë sport magjik. Dhe vërtet është nuk e heqja si presa asaj që tha profesor Vioni, që një ndeshje luftuar, një ndeshje fortë dhe tregoi që Chelsea është në rrugën e dur për të rikthyer ai fundit sezonit kaluar kur mundi dhe Parisin e madh.
dhe duke qenë Chelsea, duke qenë Liverpooli, duke qenë City, duke qenë Tottenhami. Qartë. Edhe Arsenali. Arsenali ka bërë detyrën me West Hamin, ndërkaq është rikthyer Manchester United. Lajmi i Premier Ligës. Ka mundur Sunderland 2-0. Sunderland e Granit Xhakës. Dhe të Lorik Canës. Dhe të ish kapitenit. Relativisht mirë dhe ne mendojmë që është kthyer në rrugën e dur. Pastaj vjen java tjetër humbet, po jo thjesht humbet se një ndeshje futbolli mund ta humbasë, ti mund dominosh dhe nuk thjesht fati dhe humbet. Por humbet duke skuadra tjetër duke dominuar në çdo aspekt. Dhe tani rikthehet prapë dhe fiton kundër Sunderlandit me rezultatin 2-0. Dhe kësaj unë mendoj që edhe vetë trajneri i Manchester United nuk i jep një shpjegim saktë. Po ne çfarë shohim nga jashtë, themi që nuk është rrugën e dur akoma. Do shumë kohë të rikthehet Manchesteri i dikush. Mua në kampionatin e Anglisë të Premier Ligës më pëlqen fitoria e Tottenhamit. Më pëlqen trajneri që ka Tottenhami, Thomas Frank, danezi, dhe ekipin ka para shumë po atë që ka pas vjet me ndryshime të vogla, por do doja të ngjitej lart sepse mendoj që mund të bëj goxha mirë. Qartë. Do kalojmë tek La Liga në Spanjë. Shpejt disa ndeshje. Më fal, ke Premier Liga doja të citoja ke pjesa e renditjes. Arsenali kalon Liverpoolin në me 16 pikë. Dhe surpriza e bukur është në vendin e 4 Bournemouth 14 pikë. Një më shumë se Manchester City. Një më shumë se Manchester City, ndërsa Manchester City, siç kemi thënë pra Ignatian, po hyn Shina. Po hyn Shina. Në momentin që hyn Shina skuadra Guardiola. Pastaj puna bëhet e vështirë. Janë kthyer në nënvetë. Nxjerrin pjesën. Surpriza më e madhe e kampionatit spanjoll është humbja e Barcelonës 4-1 në Sevilla. Po. Edhe kjo tregon vërtet që Barcelona në këtë moment është në një mini kriz të vogël, sepse humbet. Merr vetë fjalën ke Barcelona, ja lëm vetë fjalën, nuk i ndërhyjmë aty. Tani për te tifozdik dhe për te shakave do flas komplet nga ana profesionale. Barcelona aktualisht ka një kriz të vogël, jo të madhe, ka një mini kriz më saktë. Por unë e shoh këtë mini krizën nga fakti e mungesave të disa lojtarëve. Mungon Fermin Lopez, është i dëmtuar. Mungon Gavi, është i dëmtuar. Dhe këtë duhet të lidh me situatën aktuale të Pedrit. Siç kemi thënë për Fernandon tek Ignatia që është lojtari i lidhës midis mbrojtjes dhe sulmit, Pedri është lojtari më kyç i ideve të Hansi Flick dhe skuadrës Barcelonës. Dhe fakti që Pedri po luan 90 minuta në çdo ndeshje, normalisht njëri është ai, do lodhet, do vinë një moment që nuk do japi atë që të gjithë ne presim, dhe për mendimin tim kjo është edhe kyçi i situatës aktuale të Barcelonës. Por duhet theksoj edhe këtë, që me rikthimin e lojtarëve të tjerë, Gavi dhe Fermin Lopez, mungesa e madhe e Rafinhas, që është një lojtar kyç, dhe rikthimin në formën e dur e Lamine Yamal, mos harrojmë dhe portieri Joan Garcia, unë mendoj që Barcelona do rikthehet aty ku i takon dhe do rivalizojë me Real Madridit, me Atletico Madridit për të rifituar përsëri La Ligën, mos harrojmë që është kampion në fuqi dhe për të qenë një nga pretendentët kryesorë për Champions League. Qartë. Diçka tjetër që do doja të komentoje tek La Liga? Për shembull Celta Vigo me fitoria e Realit me Villarrealin është një lajm vete sepse Real Madridit është kryesues e kampionatit. Rikthyer vend parë. Dhe pas asaj humbjes me Atletikon reagoi goxha mirë. Si në Champions, edhe në Champions dhe në kampionat. Mbarazon Atletico e Madridit me Celta Vigon. Një ndeshje transfert, nuk është ekipi Celta Vigos nuk është ekipi thjesht në fushën e tij. Është ekip fushë. Atletico do kthehet avash avash ke pjesa e kreut të renditjes. Është gjithmonë ajo që i bën presion si Barcelona të fortave, Barcelonës dhe Real Madridit. Po ta vesh re. Më vjen mirë për rikthimin e Sevillas në top 6. Afër 5, sepse mund të qojmë në vend 5 me pikë barabarta me Atletikon. Është një ekip me traditë, pavarësisht viteve të fundit që ka pas ato shlecionet e veta, dhe mendoj që është një vlerë e shtuar në La Liga. Dhe mendoj që do jetë goxha e luftuar paktën për 3 vendet e më poshtë. Ndërkohë që Valencia vijon të
të humbas. Është poshtë. Është shumë poshtë. Gjendje krize, por duhet të theksoj siç e tham edhe për kampionatin anglez dhe kampionati spanjoll tregon vërtet që është goxha i fortë. Sepse nuk kemi më vetëm Real Madrid, Barcelona siç kemi mësuar në vite me radhë, është Villarreal, është Betis, është Atletico Madrid, është Sevilla, është Elche, është Atletico Bilbao dhe janë gjithë aty para shumë. E vërtet. Por pa diskutim që Real Madrid, Barcelona dhe Atletico janë ekipet për të mundur, por duke qenë dhe këto ekipet e tjera duke rivalizuar e bëjnë vërtet më të fortë dhe më të bukur. Faktikisht humbja e Valencias me Gironën doja ta cekje pak sepse Girona vjet ishte surpriza kampionatit spanjoll. Dhe ekipi nuk është se ka ndryshuar shumë, përveç sulmuesit Dovbyk që ka shkuar ke Roma. Dhe pjesa tjetër vazhdon. Trajneri është po i njëjti dhe nuk është aq çudi për shkakun që të humbi Valencia atje, sepse edhe Valencia është në një periudhë tranzicioni që do duhet për disa vitesh. Është pak a shumë si Manchester United, sepse edhe Valencia është emri i madh që diku ka bërë historinë kampionatit spanjoll dhe Champions League, por futbolli kështu e ka. Qartë. Ulje dhe ngrit. Për të kaluar shpejt në Itali tani, ku supersfida e ditës dieshme në Juventus Stadium midis Juventusit dhe Milanit përfundoi. Profesor Revioni ta komentoi këtë ndeshje dhe unë të shtoj diçka pastaj. Po mund ta komentoj dhe unë, jo vetëm profesor Revioni të ndeshje. Patjetër. Po. Jo, vazhdo. Kënderin. Në këtë rast nuk kam ndonjë dhimbje. Kështu që e komentoj me qetësi thua. Atëherë, Juventus Milan ishte kryendeshja e javës. Ndeshja e shumë pritur nga të gjithë. Një ndeshje 0-0 e luftuar, vazhdojnë këto barazime për Juventusin dhe për fat shpëtoi me aq sepse një humbje penalltis nga Pulisic në pjesën e dytë mund të kishte shkuar në katastrofë për Juventusin dhe një zhgënjim i madh për tifozët juventin. Por Milani më duk më kërkues, më i qartë kedet e veta. Kanë marrë 2 mjeshtra në drejtim, Iglitare dhe Massimiliano Allegri, që e njeh shumë mirë si ambientin e Milanit më herët dhe ambientin e Juventusit e njeh shumë mirë. Dhe mendoj që i mori masat goxha mirë për ta paralizuar Juventusin mos me rreziku ekipin e tij dhe për të marrë çat mundi nga ndeshja e djeshme. Dhe mendoj që arriti me sukses. Napoli bën detyrën me Genoën, është ekip që kompakt i fortë. Është pavarësisht renditjes që është me pikë barabarta me Romën, që Gasperini po vazhdon me ato rezultatet e mira po e ringjall Romën, po vazhdon në gjurmët e rënjerit. Kjo pjesa e rezultateve, duhet të them që Napoli është një tjetër nivel në krahasim me ekipet e tjera. Qartë. Për momentin. Dhe ka që Interi bën detyrën, Atalanta. Doja të theksoja një gol shumë të bukur të Genovës. Kemi edhe pamjet, besoj, ja ku është. Shumë i bukur. Me finte. Shumë i bukur. Që shkoi në ndeshja 0-1 për Genovën dhe më pastaj ktheu fal aftësive individuale që kanë lojtarët e Napolit. Me De Bruyne, Højlund, Rasmus Højlund dhe Anguissa që bëri golin me kokë tani dhe është prandaj them që Napoli është goxha i frikshëm. E kemi thënë që Napoli është ekipi për të mundur dhe ekipi më i kompletuar në Serie A, sepse të gjitha rolet e lojtarëve i ka të dubluar. E vërtet. Ka dhe një trajner të madh dhe që është shumë kërkues. Absolutisht shumë kërkues. Dhe i jep shumë rëndësi futbollit kompakt, jo në individ. Qartë. Luan grup. Për të vazhduar me Juventus Milan patjetër. Pa diskutim që ishte ndeshja e javës, kryendeshja, 2 emra shumë të mëdhenj, por ajo që pashun është që Milani kishte hyrë për ta fituar këtë ndeshje. Dhe trajneri Allegri e kishte futur skuadrën me ide të qarta për ta sulmuar Juventusin, për mos të tërhequr mbrapa dhe mos të ruajtur, dhe i pati rastet ku mbi të gjitha ishte penalltia Pulisic, por që ato janë gjëra që ndodhin se lojtarë shumë mëdhenj kanë marrë penallti dhe janë pjesë e futbollit. Juventusi sporadik
Dhe me sa pash, janë akoma larg nga idetë të trajnerit Igor Tudor. Ja momenti i penaltis. Po, ja momenti i penaltis. Janë akoma larg nga idetë të trajnerit Igor Tudor dhe mendoj që Igor Tudor ka shumë punë për të bërë ke Juventusi për ta rikthyer atje ku i takon zonjës vjetër të Serie A të futbollit italian. Mos lëm pak pa përmendur fitoren e Romës në Firenze, një fushë shumë e vështirë për të marrë pikë. Pikë barabarta me Napoli. Dhe aty ka qenë një gol shumë i bukur i Moise Kean. Moise Kean, po. Për Fiorentinën. Pastaj ndërkohë edhe Roma bëri gola të bukur, Sule dhe Cristante. Dhe i dhanë fitoren e Romës që është në vend parë me Napoli me 15 pikë. Dhe kjo tregon që trajneri Gasperini është vërtet një strateg i madh. E ka treguar ke Atalanta për shumë vite duke futur filozofinë e tij futbollit me Romën dhe e merr nga një tjetër profesor i madh si Claudio Ranieri. Fut idetë veta, jep lojtarëve idetë e tij, jep karizëm, jep besim. Qartë. Dhe Roma po e tregon javë pas jave që është një nga pretendentët për të fituar. Kurse Interi bëri detyrë me Cremonese me 1 dhe vazhdon tjetër aty me 3 pikë diferencë me Creon. Interi është aty sepse është në shqiptim. Për ta përmbyllur edhe me dy të fundit po i marrim bashkë se janë kampionatet që kanë më pak histori, kampionati francez dhe kampionati gjerman. Edhe nga renditja duket në Gjermani Bayerni me 18 pikë, në 4 pikë përpara Dortmundit. Nga barazimi Dortmundit dhe Leipzig dolën barazim, lanë nga 2 pikë të dyja. Bayerni vazhdon. Nuk i shërbeu asnjërs. Në fakt po. Bayerni vazhdon rrugën e vet, vazhdon rrokimin e tij dhe duhet të theksoj golin që kemi pamjet. Po. Është goli i Luis Diaz për 15 sekonda. Goli më i shpejt. Goli më i shpejt. Që hapi ndeshjen. Po. Dhe në Francë, atje ku patjetër Parisi është barazimi Parisi. Parisi është skuadra më e fortë, po ja që na ka barazuar me Lilën. Duket se Lila nuk është kockë lehtë. Absolutisht nuk në kampionatin francez. Pavarësisht Marseilles dhe Parisit që janë dy të parët. Egon, e kemi theksuar dhe në javën e kaluar. Kampionati francez nuk është aq i thjeshtë sa na duket ne nga televizori. Na duket ne nga televizori. Pavarësisht se Paris Saint-Germain është ekipi për të mundur, është ekipi kampion dhe ekipi që ka emrat më të mëdhenj, po e vërteton në Champions League pa diskutim. Por është aty Marseille, Strasbourg, Lyon, Monaco, Lens, Lille. Dhe barazimi i Lilës me Parisin tregoj edhe një që është një kampionat i fortë. Ne veni parë në vend në 6 me 3 pikë diferencë. Po, jam i theksuar që Parisi ka dhe Champions League, do ketë dhe lodhe sepse kjo ndeshje me Lille tregoj që Parisi luajti me Barcelonën, pati goxha lodhe fizike, plus dhe mungesat që ka. Dhe doli efekti. Lila e shfrytëzoi. Do të theksojmë që ka shënuar vllai Kylian Mbappé, që ka shënuar kundër Parisit dhe Mbappé ka qenë në stadium dhe ka festuar goli kundër skuadrës së tij. Interesante. Ndoshta skuadra e tij filloi të bëjë më mirë kur iku ai, kështu. Po, kështu që ndoshta ka pak xhelozi brenda se nuk arriti të fitoj Champions-in me Parisin. Pikërisht. E fitoi Parisi kur iku Mbappé. Po. Atëherë, shkurtimisht. Ajo që më pëlqen nga kjo javë është fitoria e Marseilles me Medzin 0-3. Po. Më pëlqen shumë trajneri De Zerbi dhe filozofia e tij. Dhe uroj që të jetë gjithmonë aty mbrapa Parisit për ta rivalizuar deri në fund sepse është një rivalitet shumë i bukur Paris-Marseille. Kurioziteti im i madh është që trajneri De Zerbi ta shoh një ditë një skuadër të madhe. Pse jo te Barcelona, pse jo te Reali, te këto emra të mëdhenj, sepse vërtet ka treguar që është një trajner me futboll shumë bukur. Mjaft interesant. Me skuadra të mesme dhe i çon duke luajtur një futboll total, një futboll të bukur, një futboll spektakolar, atëherë e meriton vërtet të jetë shansin një skuadër të madhe.